Dhe ashtu si që premtuam, flasim për vendimin e Ministrisë për mbrojtjen e mjedisit dhe planifikimit hapësinor, të cilët kanë dhënë një vendim të caktuar që ka të bëjë me ndalimin e ndërtimeve në parqet kombëtare, përfshirë këtu Bjeshkët e Nemuna dhe malet e Sharit. Për të folur për atë se si një vendim i tillë i Ministrisë ndikon drejt për drejt në jetën e atyre të cilët veprojnë dhe funksionojnë në këto dy parqe, më saktësisht në Bjeshkët e Nemuna, pjesët të cilës janë Bjeshkët e Rrugovës dhe Bjeshkët e Deçanit, dhe të Junikut, ne do të realizojmë dy intervista, ose më mirë të themi dy biseda, me përfaqësues të këtyre bjeshkëve, të këtyre zonave të Kosovës, të cilët thonë se janë prekur drejt për drejt nga ky vendim. Në vazhdim do të kemi në lidhje të drejt për drejt Adriatik Gazaferin, i cili në lidhet nga Bjeshkët e Junikut, po besoj apo jo. Përshëndetje Adriatik. Jo, dona, kriteri poshtë në Deçan. Okej, të kemi nga Deçani. Adriatik, nëse pajtohesh me mua, do doja që fillimisht të ndjeknim një video në të cilën Ministra Fitore Pacolli flet për këtë vendim që ka marrë, edhe më pas bashkë do të flasim për atë se si ka ndikuar një vendim i tillë drejt për drejt në jetën e atyre të cilët jetojnë dhe veprojnë në këto bjeshk, pra në këto male. Pajtohesh? Po, patjetër. Okej. Regjia të lutem. Parqet kombëtare të Kosovës janë pasuri e jona. Andaj duhet i ruajmë ato. Në Ministrinë e Mjedisit të planifikimit hapësinor, parqet kombëtare janë prioriteti ynë. Ne do të angazhohemi që të mbrojmë ato. Në bazë të raporteve institucionale dhe të raportimeve në media, parqet kombëtare i kanë degraduar për shkak të ndërtimeve pa leje, pra ndërtimeve ilegale. Prandaj për të ndaluar këtë aktivitet të paligjshëm, si mas imediate, pra mas të menjëhershme, kemi marrë një vendim, i cili ndalon transportin e mallrave ndërtimore brenda parqeve kombëtare. Hyrjet e parqeve do të kontrollohen në mënyrë të rreptë. Kjo do të realizohet në bashkëpunim me policinë dhe organe tjera kompetente, duke përfshirë edhe drejtoritë e parqeve. Ky vendim do të qëndrojë në fuqi deri në momentin kur ne si Ministri e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor sigurojnë mbrojtje të parqeve tona kombëtare nga ndërtimet ilegale, të cilat deri më tani i kanë degraduar jashtëzakonisht shumë ato. Dhe Adriatik, po besoj që këtë video e keni parë më shumë se 2 herë gjatë kësaj periudhe kohore që kur është marrë vendimi. Fillimisht do doja të më thoni si e pritët një vendim të tillë, si do ta komentoni një vendim të tillë të Ministres Pacolli. Jo, videon se kum pa statusin e Ministrës. Po. Është pothuajse e njëjta. Është mendoj është vendim i ngutshëm edhe vendim i pa drejtë, për shumë arsye. Fillimisht po flasim për një zonë ku nëse flasim për pjesën veriore të parkut kombëtar Bjeshkët e Nemuna, që është zona Rrugovës, ku janë 13 fshatra, edhe njerëz jetojnë atje me qindra vite, pra flasim për vendbanimet të njerëzve, edhe sot s'mundën kur me marrë leje për ndërtimin e një objekti, dhe nëse ka nevojë me ndërtu. Mandej po flasim për pjesën jugore, ku është pjesë Bjeshkët e Deçanit, Junikut edhe fshatra të tjera për rreth, ku njerëzit dalin edhe verojnë me qindra vite, ka 3 muaj, 4 muaj gjatë gjithë verës. Edhe parku kombëtar, nëse s'gaboj, në Kosovë është si leç ka kaluar në vitin 2012. Kurse para vitit 2012 ka me qindra vite që njerëz kanë stanët edhe vendet e tyre. Është vendimi i pa drejtë, por këtu zanafilla nuk e ka veç të ministri tash me vendimin, e ka qysh në formimin e parkut kombëtar. Kur është formu parku kombëtar, ka qenë pak e ngutshme. Pra na s'jemi me se pas parku kombëtar, na jemi me mbrojt natyrën, po kjo nuk do të thotë detyrimisht se duhet me ndalë këtë jetën brenda parkut kombëtar. Sepse edhe nëse zhvillon turizmi, ti automatikisht do mbrosh më shumë parkun kombëtar, do përdoresh për zhvillimin e aktiviteteve që nuk është që bojnë ai dëm natyrë. Mendoj është i pa drejtë edhe i ngutshëm, edhe mendoj që patjetër ka mu ballafaqu me rezistencë për banorëve, sepse nuk është që njerëzit mund të minal dikush me shku në një vend ku kanë shku për qindra vitet. Gjyshit e tyne shumë e radhë. Si do të ndikoj një vendim i tillë drejt për drejt në jetën e këtyre banorëve? Kur them banorëve, nuk kuptoj që aty ka stane, ka bujtina, ka gjallëri madje edhe në stinën e dimrit në cilën jemi tani, që sigurisht atje ka shumë burë. Si do të ndikoj një vendim i tillë, sepse ne po flasim për një pjesë ku tashmë ka filluar që të zhvillohet, të bëj hapat e parë turizmi malor në vendin tonë. Dhe me një veprim të tillë, cili do të ishte ndikimi në krejt këtë rrugtim ose në këtë nismë drejt një
turizmi më të zhvilluar për i cili do të mund edhe të përfitoni me ekonomikisht? Fillimisht duhet me thonë që Kosova nuk ka deti, as nuk ka ndonjë trashëgimi të madhe kulturore që mund të me zhvillu ndonjë lloj tjetër turizmit pas turizmit malor. Kur flasim për turizmin malor, dy vendet e vetme ku mundesh me zhvillu në Kosovë janë dy pashtet kombëtare, Bjeshtë e Sharrit dhe Bjeshtë e Nemra. Gjeografia edhe kultura i bën këto dy pashte kombëtare pak më të ndryshme. Sepse kur flasim të Sharri, gjitha fshatrat janë në zërezën 1000-1200 metra, kurse Bjeshtë lart nuk ka pas stanishta më parë. Kurse kur flasim për Bjeshtë e Nemra, është pak më ndryshme, sepse fshatrat janë nën 600 metra, kurse njerëzit i kanë përdorur Bjeshtë vetëm gjatë verës. Pra, do më thonë, nëse na dojmë me zhvillu turizëm, vetëm në mundësi i kem këtë, sepse s'kem diçka tjetër. Edhe sa kum pa unë, ministrja vetë është këgja e pa informume rreth pashtit kombëtare, si në aspektin gjeografik, si në aspektin kulturor, ashtu dhe në aspektin e turizmit. Mundë me thonë lirisht se njerëz jo që kam i pengu, po kjo ka me qenë edhe një gabim i madh në aspektin e turizmit, sepse nëse e marrim që dikush është të investu për momentin, na personalisht e kemi krypë, nëse dikush tjetër ka mendon me investu, me bo një akomodim, ose një bujtin, ose një hotel, ose çka do në Bjeshtë e Nemra, ose nëse e ka njësa, ai s'ka me mujt me bo me këtë ligj. Veç se mendoj që ka me pas rezistencë, sepse edhe pak kemi edhe një kontradikt këtu, sepse në vitin 2024 vetë Ministria përkatëse që është Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor, e ka miratu një lloj ligji ku thuhet qartë që ky ligj do të jetë për menaxhimin e parkut kombëtar Bjeshtë e Nemra, edhe që parku kombëtar do në 3 zona, në zonën e parë, zonën e dytë dhe zonën e tretë. Zona e tretë është kjo zona zakonisht ku janë stanishtat e vjetra, edhe që thot aty lejohet ndërtimi, rindërtimi, renovimi i objekteve që kanë për qëllim zhvillimin e turizmit. Kurse tash me këtë vendimin që e ka marrë kjo, po del pak në kontradikt, po del kundër atyre që vetë e kanë miratu. E kuptoj. Dhe po duhet të ndërlidhem pikërisht te këto ndërtime ekzistuese që janë. A ka pasur ndonjë nisë për legalizimin e tyre ose për verifikimin nëse i plotësojnë kushtet edhe standardet të objekteve të cilat janë lejuar deri në këtë pikë për të ndërtuar në këto pjesë të parqeve? Fillimisht e dona, në Kosovë janë rreth 400.000 objekte pa leje. Pra do më thonë, nuk është që janë vetëm Bjeshtë e Nemra që po kapën për Bjeshtë, janë 400.000. Nëse marrim nivelin kombëtar gjithë Kosovën, janë mbi 400.000 objekte pa leje. Edhe mendoj që nëse dikush merr vendim i prish 400.000 objekte, mundot me kriju trazira, sepse nuk është që njerëz lejojnë që as lehet mirë prish shtëpitë e tyre. Mandej një pjesë e tyre rreth 2.000-3.000, s'po jam i sigurt numrin, po leja maksimumi 3-4.000, ndodhen edhe brenda parkut kombëtar të Bjeshtë e Nemra. Para 2 vite, nëse s'gaboj, po për kësaj ministrie është kërkuar që njerëzit të aplikojnë për legalizim. Edhe janë me mija banor të fshatrave dhe të qyteteve që janë buzë parkut kombëtar Bjeshtë e Nemra, që kanë pagu ka 200-300 euro me pagu katasën që mi matë ku i kanë pikat e stanëve që mi legalizu. Edhe në sa kum pa e ka qenë veç një mashtrim që shteti me marrë dhanat që ku ndodhen këto objekte, edhe nuk ka pas asnjë veprim që çon drejt legalizimit. Kur flasim për pjesë, nuk mund ta fol shumë për pjesën e Rrogovës, po mund ta fol më shumë për Bjeshtë dhe Shantit të Unikut. E them me plot bindje që 90% e këtyre objekteve janë përputhje plot me ambientin, pra ose janë të veshura me gur ose me dru ose kombinim i gurit edhe i drunit. Edhe asnjë prej këtyre nuk është që është ndërtuar jashtë stanishtave, janë stanishta të vjetra ku njerëz për qindra vite kanë dalë atje. Nuk është që dikush ka shkuar me Gjeravicës ose te liçeni i zemrës ose te Trokofini pika jashtë stanishtave me ndërtu. Pra të gjitha janë përputhje. Çka që dash me bëu është fillimisht mendoj që Kosova duhet me bëu një ministri të veçantë për turizmin, e që aty mund të mbështejë edhe ambientin. Unë sa di në Kosovë hala asnjë qeveri deri tash s'ka krijuar ministri të veçantë për turizmin për ndallim nga Shqipëria ose Malizi që ka qitë si prioritet atë punë. Në këtë legislacion kemi Ministrinë e Turizmit në kuadër të Ministrisë së Kulturës, por jo si një dikaster në vete ashtu. Unë mendoj që turizmi dhe ambienti duhet me shku bashkë, nëse pas konflikte interesit brenda njëna me tjetrën. Fillimisht duhet me shku me këshyrë ku janë këtu ndërtime, edhe me bo kërkesë për me legalizu. Edhe njerëz të jemi sigurt që gatshëm edhe me pagu taks për atë pjesë që e përdorin. Po s'mundesh vetëm me thonë për ndaloj krejt edhe s'po bëjmë kur farlloj aktiviteti në Bjeshtë e Nemra. Edhe na janë për me mbrojt natyrën, edhe na kemi kundërshtuar ku ndërtu hidrocentrale,
ku ndërtohen rrugë, sepse në parkontore vetë qeveria ndërton rrugë po asnjë kriter, rrugë të cilat shemben pas 1 viti, 2 viti, edhe që nuk është që kanë shumë përdorim, e që dëmton shumë ma shumë se sa një stan i dikujt, kujt do qoftë. Adriatik, prej vizitave që kam pas në Bjeshk të Kosovës, në Bjeshk të Deçanit, unë e di që është një farë rregulli brenda banorëve që se cili fshat e ka Bjeshkën e vetë, dhe nëse dona me arë në Bjeshte e të themi të Deçanit, ose të Junikut, ose të dikuj tjetër, në një farë mënyrë mund të vi si mysafiri, por nuk mund të vi që të ndërtoj aty. Konsideroj që këtë çështje ju e keni rregullu, banorët e kësaj pjese e kanë rregullu vite më parë dhe kanë respektu, për shembull Isniqi kanë Bjeshte Rëshkodolit, Strelci kanë Bjeshte Veta. Është goxha interesante edhe kjo pjesë. Është marrë parasysh mendimi i banorëve të kësaj pjese para se të vihet në jetë ky vendim, apo nuk jeni konsultuar fare? Ti pedin shumë mirë, jemi sigur që ministri asë që ka idenë se funksionon kjo. Kjo është një lloj ligji i pashkruar ose drejtë zakonore. Edhe pse në letra s'ekziston kurkund, ekziston të rend imagjinar njerëzve që jetojnë këtu, edhe respektohet shumë. Edhe kjo është një ndër arsyet pse ju nrujt Bjeshtë deri tash, sepse fatkeqësisht na kemi qenë një popull shumë i pasur dhe s'kem mujt me bot shumë, edhe kjo mendoj që i ka rujt Bjeshtë. Jo, unë nuk di që është diskutu me dikan, qoftë edhe kur është vetë kur formu parko kombëtare. Gjithmonë, para si mu kriju një park kombëtar në vendet të ndryshme, sidomos në Amerikë, kur kohëve në para 20-30 viteve i rështu disa zona si park kombëtar, fillimisht është diskutu me komunitetin aty për nevojat e komuniteteve, çka dojnë ata, çka s'dojnë, çka ka nevojë, çka s'ka nevojë, sepse në fundit njerëzit e bojnë jetën ndikohet, nëse na jemi shumë shtet i vogël, jemi veç 10.800 km2, edhe nuk është që kemi shumë resurse dhe mundësi tjera me punu ose me bo ndonjë lloj zhvillimi tjetër. Edhe unë mendoj që patjetër duhet mu kriju takime me komunitetin, mi pa nevojat e komuniteteve, me leju një lloj ndërtimi, për shembull qysh edhe janë tash, që kjo që e ka rujt këgja shumë parkun kombëtar që janë stanishat e vjetra, që fillojnë zakonisht 1700 metra dhe 1850, në rast të tralla dhe 1900, edhe mu vendos kriteret. Lejohet ky lloj ndërtimi, fillimisht duhet me apliku çeto. Sot unë nuk e di dikon brenda parkut kombëtar që fillon prej mbi Koshare deri mund të më shku deri te Bjeshte i Stogut, që ka leje për ndonjë lloj objekti që ka ndërtuar aty. Qoftë edhe fshatrat e përhershme që janë 13 fshatra të Rrogovës, as ata s'kan leje, sepse me ligjin që u bë, prakisht nuk s'ki drejt me marrë leje, ti s'ki drejt me zhvillu as aktivitet turizmit, me dalë me ecë. Po në vitin 2024 unë kom pa pak shpresë te kjo, sepse siç kallzova edhe më herët vetë Ministria përkatëse, nuk di as ndjeni ministra për këta që e kanë bë, e ndan parkun kombëtar në 3 zona dhe thotë që në zonën e tretë lejohet ky lloj ndërtimi. Kurse tash vetë ministri apo del në kontradikt. Por Adriatik, duhet të themi edhe një gjë tjetër, është një realitet që në parqet kombëtare ne kemi pasur ndërhyrje goxha të mëdha dhe degradim të natyrës nga njerëz të cilët kanë bërë ndërtime të cilat nuk janë sikur në pjesën të themi të Deçanit edhe të Bjeshkëve të Junikut, ku unë personalisht kam parë shtëpi edhe stanishte të tipit të ndërtuara nga drurët ose të veshura me drurë dhe gur. Ne kemi Bjeshtësharit, kemi Rrogovën ku kemi objekte të mëdha dhe nuk është që krejt këto objekte nuk kanë pasur ndëmtim të natyrës, të ambientit përreth. Dona në se ka dhe ma herët, edhe na jemi me zhvillu me mbrojt, të më thonë natyrën, ti edhin edhe vetë, na jemi përballë edhe me hidrocentrale, që kanë dëmtu shumë ashtom, edhe që kur së dënu kur kush për atë punë. Sot nëse sheni hidrocentrale, dhe qanë cilin do për hidrocentraleve të mesh, asë nuk e ka respektu atë kriterit minimal që është pak të më vesh me gurë. Nëse flasin për Valbon, edhe Valboni ndërtu, po të pak të një kanë vesh me gurë, është thjesht një copë e madhe betoni që rrin aty. Na jemi për me mbrojt, po fillimisht në pas një lloj ekuilibri mes zhvillimit edhe mbrojtjes natyrës. Nëse mund vesh me dalë me thonë, po du me ndalu gjithçka atje, edhe mandej, kemi park kombëtar, sepse nuk e kemi luks, me thash edhe më herët. Jemi shumë shtet i vogël me sipërfaqe. Nuk është që jemi ndonjë shtet me 2-3 milion kilometra katror që mund me bë zona ndryshme. Edhe ti nëse nisesh prej Deçanit,
përjashtim 2-3 bizneseve që janë disa toka private breg rrugës, deri të mbrisht në Stanisht, në cilën do Stanisht, e marrim shembull Stanishtin e Vokshit ose cilën do s'ka lidhje, ti nuk i asnjë lloj ndërtimi në atë zonë. Edhe jo që i ka ndalë dikush, por janë vetë banorë që mundu me rujt, domethënë. E vërtet. Adriatik, të falenderoj shumë për kohën që ndave sot për ne, uroj dhe shpresoj që biseda që patëm, dhe unë jam e bindur që do të ketë edhe një reagim konkret nga banorët e kësaj zone, të bëj ministrin të reflektoj rreth këtij mendimi dhe pse jo së pari të marrë qoftë edhe një mendim të vetshëm rreth asaj se si ndikon një veprim, një vendim i tillë në jetën e atyre të cilët kanë vepruar të vazhdojnë të veprojnë në këtë pjesë të parqeve. Faleminderit edhe juve, Dona. Të lutem. Dhe tani lidhemi me zotrin Flamur Reçbogaj, përfaqësues të themi banorëve të fshatrave dhe bjeshkëve të Rrugovës. Zotri Flamur, si ishte titulli juaj, kryeplaku, a kështu më thanë, apo jo? Përshëndetje edhe për ju. Përshëndetje i nderuar. Unë jam përfaqësues i Bashkisë Territoriale në Rrugovë, përfaqësoj banorë brenda Bashkisë Territoriale. I nderuar, po besoj që keni parë dhe keni marrë informacione sa i përket vendimit të Ministrisë për mbrojtje të mjedisit dhe planifikimit hapësinor për të ndaluar ndërtimin brenda parqeve kombëtare dhe brenda këtyre parqeve, siç janë ai bjeshkëve të Nemuna dhe bjeshkëve të Sharit, ne i dimë që është edhe janë fshatrat e Rrugovës, vende të cilat kanë qenë të banuara ndër vite dhe vazhdojnë të jenë të banuara edhe në ditët e sotme, ndonë se jo në numrin sa ka qenë dikur. Si e keni pritur një vendim të tillë, si do të ndikojë ai në jetën e banorëve të kësaj zone? Po, fillimisht vendimin e kom parë që 2-3 ditë, pastaj kom parë sot deklarimet edhe të ministrës, cilat i keni prezantuar ju, vazhdimisht. Më thonë të drejtën një vendim i tillë ka qenë i marrë edhe në vitin 2020, e pat marrë ministria, pikërisht një ministër tjetër para zonës Fitora Pacolli, dhe të njëjtin vendim gjykata e pat anuluar, të njëjtin vendim për ndërprerje të tillë çfarë ka bërë zonja Pacolli. Mirëpo duket se ky avaz i vjetër për Fitorën është kthyer prap. Qëllimet e saj nuk e di, por sërish edhe si banorë jemi takuar gjithë ditën, sepse prej orëve të hershme të mëngjesit policia ka filluar të ndalë qarkullimin me mjetet dhe materialet që kanë shkuar në drejtim të Rrugovës, i ka kthyer mbrapsht. Ne jemi takuar me banorët, jemi takuar së bashku disa herë dhe gjatë ditës do të takohemi sërish më vonë për të parë se çfarë po ndodh vërtet kështu. Mendojmë se vendimi i ministrës është tepër i ngutshëm. Pra, një ministër e tillë që merr një vendim nga zyra, është më e lehtë për ta marrë një vendim për të ndërprerë jetën dhe zhvillimin e atyre banorëve në treve në Rrugovës, në tokat e veta private, se sa të nënshkruaj një vendim për ndërtimin e rrugës ose të ujësjellësit ose po e them investimeve tjera serioze të cilat janë jetike për banorët e kësaj treve. Kështu që vendimi i saj ka qenë tepër i ngutshëm, bile është për të ardhur keq se ministra Pacolli, sado që ne si bashkësi ju kemi drejtuar gjitha institucioneve të vendit për të gjetur zgjidhje, për të bërë zgjidhje. Pra, ministra Pacolli ka marrë një vendim të ngutshëm sepse është njëra prej ministrave e cila me dëgjoni? Po të dëgjojmë. Të humbëm me pamje, por vazhdojmë të dëgjojmë. Po besoj është njëra prej ministrave e cila ka informacionin më të mirë, se vetë ministra Pacolli ka qenë në takim të drejt për drejt me banorët në Kuvendin Komunal në Pej dhe është e njohur mirë me kërkesat e banorëve dhe hallet e tyre. Prandaj çdo vendim i saj, pra për të ndërprerë udhëtimin ose çka do tjetër, pra mendojmë që është i ngutshëm dhe është i padrejtë. Ministra zonja Pacolli ka pasur informacione për kërkesat që banorët e fshatrave të Rrugovës, sa unë kujtoj, kanë tash sa vjet, sepse çdo ministër që vjen del me vendime të kësaj natyre, pothuajse çdo, të mos bëhemi të padrejtë, del me vendime të kësaj natyre që pengon, nëse mund të themi kështu, punën edhe mënyrën e jetesës në këto fshatra. Por në të njëjtën kohë, ministra po thirret në një gjë shumë të rëndësishme dhe që është shumë e drejtë, në mbrojtjen e parqeve kombëtare. A mendoni që janë dëmtuar, a mendoni që është dëmtuar ky park, pra po flasim për pjesën e Rrugovës, bjeshkëve të Rrugovës, me ndërtimet, po thosha, ne jemi dëshmitar të ndërtimeve të shumta që janë bërë në bjeshkët dhe fshatrat e Rrugovës. Ndërtime këto të cilat jo gjithmonë përkojnë me standardet dhe rregullat e parqeve kombëtare.
A mendoni që në fund të fundit, përkundër krejt vështirësive që do t'ju dalin banorëve të këtyre pjesëve të Kosovës, në fakt ka edhe diçka të mirë brenda këtij vendimi? Po, mund të sqarohemi një gjë. E para, ministra Pacolli ka qenë vetë në takim me banorët e organizuar në Kuvendin Komunal në Pejë. Dhe ajo i njeh mirë kërkesat e banorëve deri në detajet vogla. Po flasim para se të merret një vendim i tillë, do thotë juve keni qenë të paralajmëruar. Po, vetëm të themi, kur ministria ka hartuar ligjin e planifikimit hapësinor, ne si përfaqësues banorëve dhe bashkë me banorët kemi reaguar qysh në hartimin e ligjit planifikimit hapësinor. Dhe ministra Pacolli që ishte kryetare e komisionit atë botë, pra ka qenë në Pejë në takim me ne dhe banorët aty. Dhe ka premtuar që nuk do të marrë asnjë vendim që shkon në dëm të banorëve. Dhe pikërisht të njëjta, sapo ka ardhur në postën e ministrës, ka marrë një vendim i cili për neve fillimisht ka cënuar të drejtën e lirisë lëvizjes, ka cënuar të drejtën e shfrytëzimit të pronës private. Në Rugov, të gjitha pronat që janë shfrytzuar janë prona private, nuk ka të bëjë me pronat të shtetit. Ne kemi mbrojt gjithmonë pronat private, jo pronat të shtetit. Prandaj, kërkesa jonë e vazhdueshme ka qenë për të krijuar një rand dhe rregull edhe të ndërtimit në Rugov, por asnjëherë nuk kanë qenë të gatshëm. Prandaj, vetëm vendimet për ta dënuar, për t'i dëmtuar ata banor, kanë qenë më të ngutshme për ta, jo për të gjetur zgjidhje. E qartë. Zotri Flamur, ne kemi pamje të cilat kemi filmuar në të kaluarën gjatë vizitave tona në Bjeshtë e Rrugovës dhe njëra prej problematikave më të mëdha është rruga, një rrugë e cila tash e sa vjet është kërkuar e vazhdon të kërkohet që të ndërtohet nga Ministria e Infrastrukturës, por që nuk është bërë, të paktën jo deri në këtë pjesë. Dhe ne patëm ato probleme të shumta në ditët kur kishim temperatura të ulta gjatë stinës së dimrit, në cilën jemi. Më intereson të di, a mendoni që ndalimi i këtyre ndërtimeve do të ndikoj në mënyrën se si është zhvilluar deri më tash ky turizëm në Bjeshtë e Rrugovës, se që lidhet kryesisht me ndikim edhe me investim vetanak të njerëzve të kësaj zone. A mendoni që një vendim i tillë do ta vështirësoj punën e atyre bizneseve të cilat janë krijuar dhe kanë bërë që zhvillohet sa do pak turizmi në Kosovë, sepse ne e dim që kur flasim për turizëm, malor ne shkojmë drejt për drejt, ose e dim që në pyetje është Rrugova, Bjeshtë e Rrugovës. Po, fillimisht të drejtën rrugën e keni parë edhe vetë. Disa herë kemi reaguar për atë rrugë dhe askush nuk ka marrë asnjë masë të vetme. Rruga është shkatruar krejtësisht dhe është pikërisht në përgjegjësinë e ministrisë për ta ndërtuar atë rrugë dhe nuk e ka marrë asnjë masë të vetme. E para. E dyta, kjo mungesë e rrugës, ata investues privat që kanë qenë në treve në Rrugovës, se me ato kursimet e tyre vetanake kanë investuar, thuajse të gjithë, pra thuajse gati kanë dështuar, të gjithë janë afër mbylljes, pra për gjithmonë të atyre pak bizniseve që kanë pa filluar të zhvillohen. Mirë po, vendimi i tillë, një vendim i tillë çfarë ka marrë ministra, e para ajo nuk e ka specifikuar se në Rrugovë është pronë private dhe çka nëse shtëpia ime në Rrugovë gjatë gjithë dimrit nga bora e madhe një është thyer kulmi ose nga erat të fuqishme është dëmtuar dritarja dhe ajo sot njerëzit i ka kthyer me një dritare të vetme i ka kthyer mbrapsht, çfarë bëjmë na? Kur t'ja vendosim një dritar ose një derë shtëpisë tonë cilën e ka dëmtuar era. Pra veç ka filluar të zbatohet ky vendim në pjesën e Rrugovës. Po, qysh në orët e hershme të mëngjesit nga ora 8 policia ka dalë në rrugë dhe i ka kthyer gjitha ato mjetet të cilat kanë qenë me materiale ndërtimore që kanë qenë duke shkuar në drejtim të Rrugovës, pavarësisht çfarë lloj materiali ka qenë. Ka qenë rer apo ka qenë një dritare e vetme. Prandaj mendojmë që ministria paraprakisht është dashur, edhe pse ajo ka të njohur mirë problemet tona, është dashur t'i takoj banorët dhe ta diskutoj s'parit, se nuk mund t'i vendosësh dikujt një ligj për pronën e tij private. Nëse shtëpinë time e ka dëmtuar bora, e ka thyer kulmin, çfarë bëj? Të mbetet shtëpia ashtu apo çfarë duhet bëjmë ne? E qartë. Zotri Flamur, nëse qeveria nuk tërhiqet nga ky vendim, çfarë mendoni që do të ndodhë me komunitetin të cilët jetojnë edhe veprojnë në fshatrat e Rrugovës? Unë për vete kam pasur rastin të shoh nga afër që ka një numër të madh të banorëve, të bujtinave,
të shtëpive të cilat janë ndërtuar për pritur turist e që një pjesë e madhe tyre respektojnë këtë rregullin që të jenë të veshura me gur dhe me drunj? Fillimisht dua ta them se zyra e parkut kombëtar është në Pej. Ka një drejtori, ka punëtorë të saj dhe presë është vendosur për ligjin e parkut kombëtar nga viti 2013, këta punëtorë të zyrës së parkut kombëtar kanë qenë në Pej, nuk kanë qenë në një komunë tjetër këta, por kanë qenë pikërisht në Pej. Dhe rruga për në Rugov ka qenë një dhe është e vetme, nuk ka patur një rrugë tjetër. Prandaj gjitha ndërtimet që janë bërë pikërisht në përcjelljen e punëtorëve të zyrës së parkut në Pej. Këta nuk kanë qenë një shtet tjetër. Dhe të vinë dhe t'i befasojnë ndërtimi sot. Por pikërisht mosgatishmëria e ministrisë për ta nxjerrë e para për ta quar përpara procesin e legalizimit, për ta quar përpara procesin e dhënies së lejeve, ka quar deri në një ndërtim të tillë. Edhe ne jemi për mbrojtje, se pikërisht bile ne kemi qenë iniciues të parë për ta vënë një rregull dhe një ligj në atë vend. Pra edhe banorët kanë qenë iniciues për ta vendosur një rregull. Ajo që ka dështuar ka qenë pikërisht ministria. Dhe ne gjatë ditës jemi takuar. Do të takohemi sërish më vonë. Dhe sigurisht bashkë me banorët do të marrim një vendim, sepse është të papranueshme për neve të ndalohet e drejta e lëvizjes, të ndalohen liritë themelore që i takojnë një njeriu, e drejta e pronës time private dhe me tutje. A mund të themi që një vendim i tillë do të ndikojë edhe në numrin e turistëve, në kuptimin që e përmendet edhe ju, ato shtëpi, ato bujtina të cilat kanë qenë në numër të madh, një pjesë e konsiderueshme e tyre janë mbyllur. Sigurisht që jo vetëm që do të ndikojë, po edhe s'ka filluar të ndikojë, se vendimi i ministrës është publikuar në rrjetet sociale që disa ditë më radhë dhe ka filluar të ndikojë. Dhe ajo do të ndikojë negativisht, sepse edhe pse banorët kanë qenë të pakënaqur me një plan hapësinor, ligjin e planifikimit hapësinor, të cilin e pa nxjerrë ministri para se të ishte fitoria këtu, sado fitoria atë botë ishte kryetare e atij komisionit i cili kishte hartuar ligjin e planifikimit. Dhe pikërisht aty janë defektet dhe gabimet, mos diskutimi me banor, mos gatishmëria e tyre për të gjetur një zgjidhje bashkë me banor. Dhe pikërisht aty është faji. Dhe tani fitoria vjen dhe merr vendime të tilla. Vendime që krejtësisht janë pa drejta. Një vendim të tillë, ju thash edhe më parë, e ka rrezuar gjykata në vitin 2020. Pra, para se fitoria të vinte te ministër, një ministër tjetër e ka pa marrë të njëjtin vendim. A do të thotë kjo që në rast se nuk të riqet një vendim i tillë, do të ndjekni përsëri rrugët ligjore? Po, ne kemi qenë gatshëm gjithmonë të betohem për të gjetur një rrugë ligjore, një rrugë që është e zgjidhshme dhe e mundshme për gjithë banorët. Gjithmonë banorët kanë qenë të gatshëm për të bashkëpunuar. Pra, dhe tash e tutje, gjithmonë ne jemi të gatshëm për të bashkëpunuar, për të gjetur një zgjidhje më të mirë për banorët asaj treve. Por, ministrinë banorët nuk kanë patur mundësi të jetojnë në natyrë 26 vite pas luftës. Ministria është dashur të bëjë zgjedhje, nuk e ka bërë zgjedhjen dhe tani nxjerrin vendime ad hoc, vendime aty për aty sipas tekeve tyre. Dhe krahasojnë Rugovën, treven tonë, e krahasojnë me treva tjera ose pjesë të parqeve të tjera, se të gjitha janë pronë shtetërore. Vetë ministria ose vetë ministri para se të ishte fitoria tani e fundit, vetë ju ka dhënë të drejtën në ligjin e planifikimit për të ndërtuar në themelet e stanishtave. Dhe tani çfarë po ndodh? Pse po e ndal tash? Kur vetë ja kanë dhënë të drejtën, vetë e kanë miratuar, çfarë po kërkon tash? E qartë. Zotri Flamur, faleminderit shumë për kohën që ndahet sot për ne. Ne patjetër do të jemi edhe në terren për të pasqyruar krejt këtë çfarë po ndodh atje. Faleminderit shumë. Faleminderit edhe juve. Shumë faleminderit. Ju lutem.